politika. Dhe pikërisht këtu është ardhur në pyetje edhe fuqia ose personaliteti e Magyarit, ish bashkëshortit të gruas ministres së drejtësisë, dhe nga atëherë ai ka marrur pozitën e kryetarit të partisë opozitare dhe në vitin 2024 arrinti marrë 30% të votave në kuadër të zgjedhjeve parlamentare, që ishte një rezultat i suksesshëm për të në garën e parë, dhe tashti arrin të fitoj bindshëm karshi partisë së Viktor Orbanit dhe do t'i ketë për rreth 193 ulse, shumicën ndërmuese të ulseve të Parlamentit Evropian. Me këtë rast, me njëherë kanë reaguar edhe plot liderë të vendeve evropiane, po ashtu të institucione evropiane, sepse gjithmonë kanë pasur një lloj refuzimi ose një lloj çësje refuzuese nga Viktor Orbani për çdo lloj politike evropiane, prandaj edhe evropianët e mirëpritën një rezultat të tillë. Ishte kancelari i Gjerman Friedrich Merz, ai i cili tha që tashti do t'i bashkojmë forcat evropiane dhe forcat e Hungarisë për një Evropë më të mirë. Në anën tjetër, edhe kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez tha se tashti ka fituar Evropa, kanë fituar vlerat evropiane edhe në Hungari. Është edhe kryeministri britanik Keir Starmer, i cili ka cilësuar moment historik për demokracinë evropiane, rezultatin në Hungari. Është po ashtu presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka uruar liderin e opozitës në Hungari, thotë që ka telefonuar edhe ka uruar direkt për kryeministrin e ri Peter Magyar dhe normalisht që e ka përgëzuar për fitoren në Hungari. Sigurisht edhe nga Ursula von der Leyen, nga institucionet e Bashkimit Evropian dhe zyrtarët të tjerë të Bashkimit Evropian kanë cilësuar si fitore evropiane dhe një rrugë e drejt Evropës edhe për Hungari një integrim më të dukshëm. Sepse Magyar është cilësuar si një lider pro Bashkimit Evropian dhe kundër mbështetjes ose lëvizjeve të Hungarisë karshi Serbisë dhe karshi Rusisë. E tashti, shkojmë tek lajmi i dytë dhe pikërisht flasim për këtë lloj raportin e Viktor Orban me Aleksandar Vučićin, sepse po raportohet që një lëvizje e mundshme e tillë e rrëzimit të Viktor Orbanit mund të çojë edhe në ndryshime të tjera në Evropën qendrore ose juglindore tek ne. Sepse lidhjet e tij të forta me Vučićin, sipas paktën edhe gazetari i BBC-s Rob Cameron, i cili ka bërë një artikull, ka thënë që pikërisht rrëzimi i mundshëm i Viktor Orbanit mund të çojë në lëvizje të shumta në Evropën qendrore dhe juglindore, e një nga ato është edhe mundësia e rrëzimit të Aleksandar Vučićit për shkak të lidhjeve të afërta që këta të dy lider i kanë pasur ndër vitesh. 16 vite në pushtet Viktor Orbani, po ashtu dikun ndoshta edhe më shumë është atë dikun edhe Aleksandar Vučić. Dhe lidhjet e forta, qofshin biznesore, qofshin mbas edhe kriminale ose të mafive të ndryshme, paktën kështu cilësohen që këta dy i kanë në mes vete, andaj lëvizja ose mundësia e rrëzimit të Viktor Orbanit mund të çojë edhe në lëvizje të rrëzimit të Aleksandar Vučićit, edhe për shkak të mbështetjes së vazhdueshme për çdo lloj politike që e ka pasur Viktor Orban karshi edhe politikave të Serbisë drejtuar Republikës së Kosovës. Prandaj çdo gjë që thuaj se çka ka bë Vučići karshi Kosovës ka dalë në mbështetje të Viktor Orbanit. Përveç mundësisë së ndryshimit të pushtetit edhe në Serbi, sipas këtij artikulli të Rob Cameron, gazetari i BBC-s, thotë që ka mundësi që humbja e Orbanit mund të çojë edhe në humbje ose ndryshime politike në Slovaki, për të rënë Robert Fico, e po ashtu edhe për të rënë Andrej Babiš në Çeki. Pra janë këto 3 shtete që kanë pasur lidhje direkta me Viktor Orbanin, të cilat mund të ndikojnë para edhe në rrëzimin e këtyre 3 liderëve nëse shkon kjo lloj fryme e ndryshimeve elektorale edhe andej. Shohim diçka interesant mundet me ndodh. Këta kanë jetë bashkët, pra si autokrat. Besoj që edhe populli edhe në Serbi edhe në vendet ku do që udhëheqet nga persona të tillë janë të lodhur dhe kërkojnë ndryshimin. Absolut, tash me gjash. A ke pas të i dhuru frigorifer ministri drejtësisë? Po, ju ka dhuru frigorifer. Gjatë të shku në përdyrë një dhuru frigorifer qytetarëve dhe as frigoriferët që kanë bo kur gjë punë sepse e humbën pushtetin. Absolut. Do të thënë që po të as frigoriferët s'kanë bo punë. Do të thotë thjesht autokraci. Thjesht autokraci ka qenë.
Por e çuditshme sepse në pjesë e Bashkimit Evropian, një vend i tillë si Hungaria dhe me pas një strukturë të tillë politike në udhëheqje, pak ka qenë befasishme tash sa vite, po megjithatë më në fund hungarezët veprojnë ose votojnë pro një politike evropiane, politikave evropiane, dhe kësaj po besoj që do të ketë një shtrirje ose një forcim të politikave evropiane për të ardhmen, sepse gjithmonë kanë hasur në refuzimin e Hungarisë për politika më të mëdha, ndryshime më të mëdha e zhvillime të tjera të politikave evropiane, po tash tutje po besoj që nuk do të ketë ngecje. Besoj që të mirë edhe për neve, nga që nuk kemi pas raporte shumë të mira me Hungarinë. Prandaj thash, se kemi ndonjë urem, apo është herët, plus është fesë sot. Si kem këta politikanët kënej parin? Ska nevojë, sepse ka mundësi që tash gjatë ditës kur zyrtarizon edhe numri total i votave, dhe pse veç dje mbrëm ishte numërimi 90% e votave, por tash po besoj që do të ketë një afërsi më të madhe, sepse po them me Viktor Orban nuk është që kemi pasur ndonjë lloj raporti, bile nuk e di na kanë njoftë Hungaria. Se di, më duket që nuk është vend njohës nga këto 5 shtetet mos njohës, se di. Se ka pasur Viktor Orban ka pasur raporte direkta me Aleksandr Vučićin, pra për gjithçka e ka kontaktuar, ka telefonuar, madje pishejom me edhe pamjet kur i kanë pas arrestu disa policë të Kosovës, Viktor Orban ka qenë